Stresi ju kemi parë shumë të angazhuar, sidomos ditët e fundit. Si po shkon fushata? Fushata po shkon më së miri, njerëzit na kanë prit jashtëzakonisht mirë, kemi pas takime gjatë ditës, deri në darkë, na kanë mirëpritur. Është një frymë shumë e re, siç e shihni edhe vetë tu mbrapa, sot presim liderin e madh doktor profesor Sali Berisha. Fushata po shkon përsëmbari. Stresi e ndjeni entuziazmin e njerëzve dhe besoni Po, që në 11 maj do ketë fitore? Kudo ku kemi takuar njerëz nga mosha 18 dhe në një moshë shumë madhore, mendimet e tyre kanë qenë ndryshe kësaj radhe, si radhet e tjera, domethënë s'ka qenë kurrë. Janë të lodhur, nuk janë të mbingatkuar njerëzit. Kështu që nga takimet që ke pasur në terren me njerëzit, kush është ajo gjë që po themi e vuajnë njerëzit që shikon që të ankohen, pra një gjë që do ta... Njerëzit aktualisht po vuajnë nga gjithçka. Nga shëndetësia, që është gjëja më kryesore, nga arsimi, nga higjiena. Mendoj që Shqipëria është në një moment kaos. Populli është sovraniteti më i madh, ata e vendosin. Shpresojmë për më të mirën e popullit, ne jemi numri 1, kështu që Stresi ka pasur një rast në Kosovë, besoj se ju jeni në dieni që një reper i është futur politikës. Pse nuk e kemi emrin tuaj në listën e Partisë Demokratike? Unë jam militant i Partisë Demokratike, familjarisht. Kam nindur në internim në Vlorë, vi nga diktatura, kështu që nuk kam pasur nevojë të marr asnjë post politik, asnjë prej pjesëtarëve të familjes time nuk kanë asnjë post politik, por jemi simpatizant Partisë Demokratike nga fillimi deri në fund dhe nuk bëhemi dot ndryshe. Së fundi keni lançuar dhe një këngë dhe ajo që evidentohet është bashkëpunimi që kemi pasur me Kesin. Po, përveç politikës është dhe muzika. Do dali shumë shpejt, presim. Mendoj që këtë vit vetëm gjëra të bukura kemi. Është bashkim apo nostalgji? Nostalgji, dashuri e përjetshme. A i ke paguar Kesin që ka marrë pjesë në klipin tonë? Jo, ajo ka gjetur rastin që të vitë ndihmojnë albumin tim edhe e falenderoj shumë, vetëm kaq. Kur pritet që të dalë? Kënga pritet të dalë në maj, 100%, kështu që ju këshilloj ta shihni videoklipin, është një ndër klipet më të bukura. Stresi, ju keni qenë një ndër mbështetësit më të fuqishëm të Gjestit. Mendoni që ju bë padrejtësi çat qëndrimit në Big Brother? Populli e ka pa vetë, padrejtësitë, abuzimet, bullizimet, sharjet, ofendimet, kështu që unë shquhem me atë që nis që çoj deri në fund. A mund të presim një bashkëpunim mes teje dhe Gjestit? Po nuk i dihet, muzika, bashkëpunimet e bëjnë muzikën më të bukur. Kështu që aktualisht jam i fokusuar në muzikë, në albumin tim dhe siç e shihni vetë. Faleminderit shumë për intervistë. Ju lutem.